ka dhënë dhe detyrimin ushqimor, i paguan edhe qiran dhe gjitha. Që të mund të jetojë normalisht. Të jetoj. Pastaj të mendojmë për tjera. Ne nuk ja kemi frenuar këtë që në thëtyshi, sepse ne themi një shtet republikan kështu, parlamentar themi ne dhe këtu e mbyllim. Nëse ne themi shtet social, i them nesër me kushtetut, pse nuk ma jep të drejtën tive? Ai studenti që vjen studion, vjen nga Korça për studiuar, do të i krijosh kushtet. Ajo familja që vjen nga Korça në Tiranë, do i krijosh kushtet. Pra, vetëm nëpërmjet kushtetutës bëhet gjitha. Dhe ligjet kryesore ne mendojmë që të kalojnë të gjitha nëpërmjet referendumeve. Kushtetuta e 92-shit, ose ato amendamentet, nëse flasim për një kushtetutë të vjetër, që ishte 87-ës, do të themi që kushtetuta nuk lejon të shitjen e tokës. Pra deri në vitin 87 nuk lejoj. Deri vitin 90 nuk lejoj shitja e pronës. Apo deri në 2008 mos gabojmë. Unë do them edhe një kushtetuta, nëse i vëmë andra, do mbetet me andra. Nëse ne do ndërtojmë një shtëpi të re, ashtu si që janë gjithë procesuesit sot, që thonë Shqipëri e re, do thotë që do ta fillosh atje ku filloi, që ne ecëm mbrapsht. Pra ne nga 92 deri në 2026 jemi mbrapsht. Na kanë vjedhur, na kanë masakruar, po t'i kapësh me radhë të gjitha degët, sepse nuk dua zgjatën ke pjesa tjetër e asaj, se po t'i marrësh. Ne nuk kemi drejtësi, që është thelbësorja sot. Nuk ke institucione të drejtësisë. Nuk ke një pallat të drejtësisë. Të gjithë avokatët mbredhin sa me gjykat me gjykat. Ndërkohë që kryeministri na gënjeu se tha do ndërtohet tha një pallati i drejtësisë. E ka thënë disa herë, po e tha edhe një herë para një viti, që ta ndërtojmë ke rrugë Durrësi pallatin e drejtësisë, ku do i mbledhim të gjithë. Po çovësh, gjykata administrative ka qenë një godin ku mbarseshin debat, dikur dhe është kthyer në gjykata administrative. Gjykata e shkallës parë është një gjykatë që ka qenë e zyrave të Keshit dhe është kthyer në gjykatë. E vetmja gjykatë që ka qenë gjykata e apelit, që është e koosponizmi. E vazhdueshme. Vim ke gjykata e lartë, që janë bërë si agallar, gjithë ata nuk bëjnë gjyqje fare, nuk thresin popull, por i bëjnë në dhomë këshillimi. E ka gjetur të model. Pra, do thosha që drejtësia është e kalbur në rrënjët e saj. Sepse ne kemi sot gjyqtar që gjoja ka kaluar vetikun, po kanë qenë, po t'i shohësh në CV-n e tyre, kanë qenë roje. Këto janë detaje. Pra, këto janë detajet e drejtësisë. Rekonstruksion komplet. Spaku e kompresoni pa mënyrë këtë dopsit gjykatëve që ju sabotat? Jo, i çfarë. I çfarë. Dhe Spaku bën sikur i arreston me ndikimin e tuajve që ja usjedhin gati të gjitha këto arrestive, përgjigje të gjitha, dhe mbeten aty. Ne nuk kemi deri sot vendime drastike thelbësore për një shtet ku të tregohet që ky ka vjedhur dhe është dëshkuar nga Spaku me kaq vite dënim. Nuk kemi. Si ka mundësi që kemi dënime edhe nga Spaku, por edhe nga organet e tjera, dhe nuk kemi marrje ose kthim te populli të këtyre vjedhjeve bie fjala, që janë vjedhje milionerë. Ta sepse që ai dënohet, ai del nga burgu, bëhet pronar i pallateve. Ja në ato ligjet që ne tham që nëse do kemi 2 dhoma parlamentin, ai ligj që do ngrihet nuk mund të ndryshojë nesër nga kryetari i partisë, ose nga i deputet që mund të mbrojë atë që ka abuzuar me gjithë fondet publike. Më kupton? Pra, ai ligj nuk e lë që nëse sekuestrohet, bëhet një sekuestër sot e një pasurie X
të njëri që e ka vënë të pasuri me rrugë të palishme, dhe ti nesër me i gjyq, duke bler gjyqtari, sepse është i fuqishëm, me lek, i gjyqtari thot të lirohet kjo provë. Ta kënaq qik mendimin e ta qojmë fund. Populli jonë historikisht e ka këtë eksperiencë, që e ka hedhur zoti Pingulli, por e përforcon avokatin. Çfarë? Që kur gjyqi ndodhte në Shoshej, dhoma e parë e gjykimit ishte në Rëshalës, dhe dhoma e dytë ishte në Orosh. Oroshi jepte ekzekutimin. Pra, ne kemi shkallë gjykate, kudo që ti ishe në marsin katolike, ishe 3 shkallë, që kemi në sot. E përmën dhe katarejat e prilli i sërë të gjithë. Dhe ajo që ndodhte ishe gjykata kuvëndi plejtje, plakonia. Eshte atje ku ndodhi. 12 burra këte, 12 këte, betoheshin me një gur, që quhet guri i betimit. Dhe romakët e kishin deri në vitin 500 para Erëson, original Shqip, 500. Unë e kam atë, guri betimit. Po ti ke dhe mbiemrin guri, zoti guri. Po ne, dhe i përpothet. Edhe kjo vazhdonte deri para 50 vjetësh. 12 burra pleqare dhe 12 e. Kjo është shkalla e parë. Shkalla e dytë ishte Shoshaj, më e lartë, si Bajrak. Me nivel më të lartë. Tamam, kjo, ne kemi këtë eksperiencë. I kalon të në Shosh, po ndosh edhe nga, po pak legjenda Shosh, me Shosh, që këta e Shoshën në, dhe shkalla e tretë ishte Oroshi, që merrte vendimin e prerë. Pra, ne kemi këto eksperiencë, historia nga ka mësuar, ose kur thoshte Arsim Spaju, gjithë e piri dhe liria, nuk kanë mbretëri, kanë pas të mbretëria, po më shumë historinë e tyre e kishin me pleqini, me plakoni, me këshilla pleqnish, vendimarrjen. Pra, senati, apo parlamenti, ky është këshillë pleqnia, po jo në me këshillë hajnia, pra. Më falni, kjo është. Pra pa u zgjatu më shumë, sepse problemet e shqiptarve janë shumë të thella, do thosha, po të fillosh ke mjekësia, po të fillosh ke arsimi, kudo të fillosh ke ndërtimi, kudo që të fillosh, problemet janë shumë të thella. Dhe që të fillojmë, ta ndërtojmë të shtet të ri, unë jam për një kushtetut duke filluar nga 92-shi, me ca amendamente sot, dhe me një kushtetut e cila t'i përputhet bashkimit dhe zhvillimit evropian, dhe kjo kushtetut të konsultohet dhe me Këshillin e Europës, dhe me përfaqësues të ambasadës amerikane, dhe pastaj mund të kalojë në parlament, pa të drejtë ndryshimi më të ligjeve. Amendamente mund të ndryshosh sa duash, po jo ligje e parlament, jo ligjet e kushtetutës. Ne çdo 5 vjet kur vjen një kryetar partie, i cili vjen kryeministër, ka dhe shumicën në parlament, ai thotë që da ndryshojmë të ligje më cënon interesat e mia. Dhe duke cënuar interesat, jemi sot që Berisha privatizoi klubin e Partizanit, fillon gjyqi sot dhe nuk dihet se kur do marrojë ai gjyq. Themi për tjera, pasaj pa u futur, pasaj të kjo, kur themi ke nxeta fare, që thosha më mdheu dhe dheu. Për një Shqipëri të madhe, pasaj është pjesë dhe që është ëndër e gjithë shqiptarëve për të bashkuar dhe ne shohim sot të protest. Për Shqipëri etnike. Shqipëri etnike, naturale, ajo që është me çamërinë dhe me gjitha ato. Etnike i tremta etnike, e trem thua ajo që shpalli Ismail Qemalit, 10.000 kilometra katrore. Shpalli Mukja, shpalli lidhja prezente dyta. Sepse nëse shohim historinë para dhe mbrapa, do shikojmë se si u coptua Shqipëria. Dhe nëse ne duam sot dhe jemi patriot, dhe duam atë dheun ton dhe mëmdheun ton, ashtu si që donin të parë tanë që një pjesë shkrin të gjithë kapitalit e tyre për një flamur, për ta ngritur atë flamur. Ne sot nuk kemi gjendje për të bashkuar trojet, por këtë nuk ta dhuron njeri në tavolinë. Këtë ta kërkosh dhe ta marrësh. Dhe kjo është, nëse ne i vëmë themelet e forta sot të kushtetutës, ne do të ndërtojmë një shtet që do kthehen të gjithë refugjatët, emigrantët do kthehen të gjithë nga Anglia, Franca, Gjermania, dhe do të jetojnë të lumtur në të tokë
që kanë ëndër të Që gjithë. ofron gjithçka, po. Afron gjithçka dhe kanë ëndër të ta pushtojnë, të ta coptojnë, ta hanë gjithë. Po ka, koha është gjithmonë dinamike. Po, Mund fal. të kënaq me një mendim, jo shumë mirë jemi, po vetëm po të kënaq për një mendim. Mund të them Patjetër, prapë. po. Katër gjëra që nuk kanë ndryshuar kur. Pra ne kemi eksperiencë historike. Po, Kanuni, po. Bibla, Kurani dhe thonë Kushtetuta Amerikane.